Përshëndetje të nderuar miq të mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku për të komentuar pak marrëdhënien e Rogertit, Selin dhe Juela. Në natën e mbrëmshme, unë e pata thënë, edhe para se post Big Brother të startonte që në qendër të vëmendjes, fatkeqësisht, unë do ta them, do të ishte Rogerti dhe Miri. Pse fatkeqësisht? Sepse Rogerti u përdor për klikime dhe vazhdon, domethënë, të përdoret për klikime. Edhe mbrëm, Rogerti dha spektakël. Tani, ajo që Rogerti e ka dhe duhet t'ja pranojmë dhe t'ja japim dorën për atë që e ka, është forca e show-t. Rogerti ka një energji për të shndruar një show të paparë, domethënë ai di të bëjë vërtet një spektakël dhe këtë spektaklin është duke dhuruar edhe jashtë shtëpisë. Komplet marrëdhënia natën e mbrëmshme ishte e fokusuar tek Rogerti, por edhe tek në këtë rast edhe tek marrëdhënia e tij me Juelën. Tani Rogerti tha një bombë të madhe që un kam patur pëlqim për Joelën, më ke bërë gruan xheloze. Unë me thënë të drejtën nuk e besoj këtë gjën, sepse duke e ditur afrimitetin që ka Rogerti me gruan dhe duke e ditur se çfarë ai ka thënë për gruan e tij, si ai është shprehur, si ai ka komentuar atë marrëdhënie, si ai është qasur te publiku, në asnjë mënyrë nuk ma merr mendja që Enxhi është bërë xheloze, por flasim për një Rogert që di të shndroj show dhe di të qëndroj në këmbë. Unë mendoj që e gjitha ajo ishte një përgjigje ironike kundërdrejt të gjithçkaje që po fliteshte dhe kundërdrejt Juelës, për të krijuar atë besimin tek Juela që gruaja ime ka qenë xheloze në ty dhe gruaja ime është ndjer keq sepse un kam patur pëlqim për ty. Do të thënë nuk më duket e tillë dhe në asnjë mënyrë nuk e besoj. Përkundrazi më duket, domethënë, që Rogerti vërtet ka një lloj qëndrimi kundërdrejt Juelës dhe kundërdrejt Selin. Domethënë, ajo lufta që unë e kam folur që në momentin e parë që banorët do dalin nga shtëpia dhe do ta shohin këtë luftën e hapur familjare, i kishte bërë këta banorë që të marrin vendime të ashpra, i kishte bërë këta banorë që të marrin vendime strikte dhe të mos kenë mundësinë për të komunikuar më me njëri tjetrin, domethënë me këtë luftën që ishte bërë, domethënë ofendimet kishin vazhduar dhe në personale, gjë që në fakt siç duket Rogerti po e provokon edhe më shumë situatën tani duke bërë këngën Jalla ja Selin, Jalla ja Dubai. Tani Selina tha që Rogerti është natyrë që mbështetet dhe dëshiron që përpara të ecë me emrin tim. Unë mendoj që Rogerti ka përzgjedhur një rrugë të cilën ai e ka kapur si viralitet dhe kënga Jalla ja Selin, Jalla ja Dubai që tani do të vi shumë shpejt në skenën muzikore, unë mendoj që do të jetë kënga e cila do të pushtohet nga qindra miliona klikime dhe këtu do të jetë sekreti ku Rogerti do fillon dhe do t'i mbledhen këto lekët për të cilat ka folur jashtëzakonisht shumë në fakt në Big Brother. E pash Rogertin edhe mbrëm shumë të inatosur, e pash Rogertin edhe mbrëm shumë të mlefosur, e pash Rogertin edhe mbrëm shumë të shqetësuar, që domethënë me patjetër e kërkon që t'i kthehet ajo që i është marrë. Për mendimin tim, Rogerti është një showman i paparë, në qoftë se nuk do të kishte përdor gjuhën e rrugës, nuk ka paqe më mes këtyre. Unë kam menduar që do të ketë një paqe, domethënë Rogerti e ka konfirmuar që marrëdhëniet tashmë janë të acaruara, të revoltuara dhe shumë të krisura mes të dy familjeve, domethënë mes familjes së Rogertit dhe mes familjes së Selinës, dhe në këtë rast nuk ka më kthim mbrapa.